Sheshi përpara teatrit Migjeni në Shkodër u mbush me ngjyra, muzikë dhe emocion, teksa startoi edicioni i 63 i festivalit mbar kombëtar të këngës për fëmijë. Në skenë u prezantuan 14 këngë të reja në kategorinë junior dhe të veçlit, duke konfirmuar potencialin artistik të fëmijëve pjesëmarrës të festivalit. Pjesëmarrësit dhe organizatorët e përshkruan natën si një fillim të mbar për festivalin. Rezultoi i suksesshëm, ishte një fillim i mbar para këtij tempullit, para teatrit. Besoj që ky vit ka qenë shumë i veçantë, pasi kemi sjell artistë nga gjithë trevet e Shqipërisë, po jo vetëm. Kompozitorët më mëza që ka Shqipëria dhe gjithë trevat përtej Shqipërisë, dhe mendoj që ka qenë një natë magjike në gjitha sferat. Rezultoi që edhe kori vazhdon të jetë në formën e duhur, ai që jep dritë dhe jetë këtij festivalit. Nuk e keni ide që unë vi për herë të parë në Shkodër. Kam ardhur më herët shumë kalimthi, por sot kështu e kam shiju Shkodrën. Mandej përvoja ime me fëmijë është edhe më e hershme se kam luajtur shfaqje për fëmijë, mirë po një festival të tillë nuk më kishte rasti ta udhëheqja. Ishte përgjegjësi e madhe në të drejtën, sepse edhe eksperienca ime është jo e vogël në skenë, por jo e madhe duke prezantuar një festival të këtyre përmasave. Por energjia, siguria e fëmijëve të vegjël në skenë na bënte edhe neve realisht optimist dhe na përfshinte për të kaluar një mbrëmje si kjo e sotmja kaq të bukur. Një moment i veçantë ishte rikthimi në skenë i këngëtares Nicole Qabeli, e cila emocionoi publikun me praninë e saj. Fituesja e edicionit të 61 dhe përfaqësuesja e Shqipërisë në Junior Eurovision u shpreh emocionuar për rikthimin në qytetin që i dha suksesin e parë. Ndihem shumë e lumtur dhe shumë emocionuar që do shkoj një heritje dhe do ta provoj eksperiencën time dhe është, domethënë, jam shumë e lumtur. Të dyja janë shumë ndjesi të bukura, nuk zgjedh dot, më pëlqejnë shumë të dyja. Qoftë, domethënë, kushdo të fitojë. Festivali do të vazhdojë me natën e dytë ku pritën të interpretohen edhe 15 këngë të tjera, duke dhënë një hon talenteve të rinj nga mbar trojet shqiptare.